Miq, do të flasim për situatën politike në Shqipëri me protestat që vazhdojnë, por sigurisht edhe me debatin e ndërthurur me atë që po ndodh ose më saktë pjesëmarrjen nga Kosova, nga Prishtina edhe nga Tetova. Do të zhvillojmë sot një bisedë, kam kënaqësinë që të zhvillojmë një bisedë me zotin Gavrilo Bislimi, pjesë e AAK-s në Kosovë ose Aleancës tashmë sigurisht gjithësisht pas zgjedhjeve të fundit të 7 qershorit. Zoti Bislimi, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit juve. Zoti Bislimi, kanë gjallur debate, diskutime, deklaratat tuaja, postimet, shkrimet, opinionet e ditëve të fundit për pjesëmarrjen për protestat në Shqipëri dhe pjesëmarrjen nga Kosova. Ju thoni që jam me Edi Ramën dhe protesta ka devijuar në politikë, në fakt ndryshe nga sa është nisur, por pyetja që shtrohet është që ju e dini më mirë se unë, edhe për shkak të eksperiencës, që çdo gjë është politike, fundit se aty është vendimarrja, por nga jeni i bindur kaq shumë që të rreshtoni krah kryeministrit, duke qenë se nuk jeni as në shesh, por as nuk jetoni në Shqipëri. Përshëndetje, ju përshëndetem më parë. Në fakt, dëgjoni, së pari duhet të prezantohem pak. Unë jam rritur në Francë, kryesisht, prej moshës së vogël, 6 vjeçare, por duhet ta dini që unë kam kryer një pjesë të shkollës në Berat. Si fëmijë, pra pjesën shqiptare të shtetit shqiptar e njoh jashtëzakonisht mirë, sepse edhe jam rregullisht aty. Vetëm në Berat me siguri që shkoj një 15 herë në vit. Edhe në qytetet e tjera dhe kam përcjell evolucionin e shtetit shqiptar dhe shoqërisë shqiptare për më shumë se 30 vjet, jo vetëm nga aspekti dokumentacionit dhe informacionit, po edhe nga aspekti i terrenit. Kështu që në këtë aspekt besoj që jam legjitim që të flas, aq më tepër që unë jam shqiptar, si çdo shqiptar tjetër, dhe kam të drejtë jo vetëm nga historia, po edhe nga gjuha, që të shprehem se çfarë po ndodh në Tiranë, që për ne është qendra kyçe kryesore administrative politike për gjithë shqiptarët anë mbon. Dhe ne nuk mund të lejojmë që edhe po të ketë destabilitet në Prishtinë, në Shkup, po nuk e lejojmë më destabilitetin në Tiranë, sepse aty është baza jonë dhe siguria jonë edhe për pjesë edhe teritoret tjera të Shqipërisë. Dhe kur ju thoni se protesta ose vendimarrja është politike, unë jam dakord aty, nuk është se nuk e dim atë punë dhe jemi dakord që çdo protestë në fundit është politike. Kërkesat edhe në fillim ishin politike për mbrojtjen e mjedisit, sepse është kërkesë politike ajo. Dhe është shumë e drejtë që unë e kam përkrahur dhe e kam po me një sy shumë pozitiv fillimisht protestën për mbrojtjen e mjedisit, sepse jam edhe vetë ta them një idhtar i mjedisit dhe i ekologjisë dhe bëj të njëjtën punë edhe këtu në pjesën tjetër shqiptare, pra të Kosovës. Dhe po t'i lexoni shumë deklaratat mia, bile do bëj një tani këtë ditë, sepse shkova e vizitova vendin, është për ca panel solare që do vendosen në Kosovë dhe ku po bëja mend që s'po them që do i kundërshtoj ashpër, po s'paku ta diskutojmë temën pra në lidhje me mjedisin. Dhe për sa i përket mjedisit dhe ekuilibrit mes aspekteve mjedisore dhe zhvillimore, unë isha me ta. Edhe sot jam me ta. Edhe për sa i përket protestave qytetare, unë gjithmonë do të jem me ta. Nuk ka asnjë problem këtë aspekt, sepse është e shëndetshme për demokracinë. Është e nevojshme për shoqërinë. Është e bukur dhe e mirë, sepse protesta filloi mirë, kishte parulla të bukura, gjithçka ishte në rregull. Unë që jam rrit në një vend ku bën protesta dhe kam marrë shumë pjesë në protesta, mos them mbi 100 sosh në jetën time, prej fëmijë i vogël, nuk kam asgjë dhe nuk do kem kur asgjë kundër protestave qytetare. Mirë po, kur flasim për kryengritje, prej atij momenti që merr këtë terminologji, prej atij momenti që merr këtë frymë, të thuash ne po bëjmë kryengritje për të rrëzuar sistemin dhe kërkon ndërheqje në tavolinë të qeverisë, aty më vjen keq, po
kjo nuk mund të përkrahet nga cili do qytetar racional, i arsyeshëm dhe i cili do stabilitet dhe zhvillim të vendit në mënyrë evolutive. Nuk jam kundër ndryshimeve, që të mirëm i vesh, po jemi kundër kësaj forme ku jo vetëm kërkohet dorëheqja, po thuhet që do ndryshojmë komplet sistemin. Nuk e ka të drejtën rinia ta pretendojë këtë ose gjenerata Z? E ka të drejtën ta pretendoj, por edhe ne kemi të drejtën që ta mbrojmë. E kuptoni, sepse unë e kam mbrojtur jo vetëm tani, po mund ta quaj veten edhe antar të Partisë Socialiste prej shumë vitesh, dhe gjithmonë e kam mbrojtur Partinë Socialiste, vizionin e saj, se jo konkretisht kuptimin le të themi se nuk jam i kapur kështu për një parti të caktuar, po për një vizion, dhe partitë politike janë të bëra për atë punë, për të garuar, për të marrë pushtetin, për të ushtruar pushtetin dhe për mbrojtur pushtetin. E kuptoni, ky është sistemi. Qofse ju më thoni se ka një sistem ndryshe, dhe ajo rini shqiptare më thotë, shikoj se ne kemi gjetur një sistem krejtësisht ndryshe dhe shumë më të mirë, atëherë le ta paraqesim. Po ne kemi njohur në histori, sepse jam edhe politikolog, shumë sisteme të tjera të cilat kanë funksionuar apo jo. Cila është platforma, cili është sistemi që ata pretendojnë ta ndryshojnë këtë ta heqin dhe ta vënë cilin. Se këtu e kemi atë problemin, më jep ti mua pushtetin, jep dorëheqje, ta marrun, bëj një qeveri teknike, po pse kush jetin, fal, që t'japim ne pushtetin. Kështu në rrugë, sepse e kërkove. Futu në garë, prit kur bën zgjedhjet, përgatit bëj parti politike, lëvizje, ku e di unë se çfarë, organizat, shndron në parti politike në fund, dhe futu garës, fitoj zgjedhjet. Për ju masa që është në shesh e pakenajësisë, nuk është në atë nivel që mund merret konsiderat. Jo, shikoni, të merret në konsiderat është tjetër gjë dhe të japësh pushtetin në tjetër gjë. E kuptoni? Masa qytetarët do të mirë në konsiderat edhe ajo nëna që thot për fëmijën e vet që nuk arri t'ja dalë në fund të muajit. Ne duhet ta marrim në konsiderat dhe të bashkëndjejmë me çdo qytetar dhe me çdo qytetare. Kjo është e pa diskutueshme dhe e thash edhe në fillim. Edhe kur kërkon që të ketë një transparencë për çështjet mjedisore, një llogari dhënie, edhe kur kërkon siguri që zhvillimi nuk do ta dëmtoj Bregdetin shqiptar. Gjithmonë duhet marrë në konsiderat. Edhe kur kërkojnë më shumë të drejta, edhe kur kërkojnë më shumë rrogë, edhe tjera. Mirë, po të marrësh në konsiderat nuk është se Edi Rama apo cili do pushtet mund të shikoj nga sot unë e morra konsiderat dhe do ta rris rrogën. Do ta bëj sepse qeveria me një farë mënyrë është me administrat, është me ministra, me gjithë ato elementet dhe kuptohet se qytetari pavarësisht se dëgjohet, ta marrësh në konsiderat është e domosdoshme, por të arrish t'ja zgjidhësh problemet, ajo faktikisht pastaj është sistemike. Nuk mund të themi e bëre kërkesën ose e shpreje nevojën tënde dhe ne morëm konsiderat dhe zgjidhëm problemin. Dhe kjo është pak ai problemi që kemi me këtë lloj qasje, sepse të shpresh pak knatësi dhe të mendosh se do kesh zgjidhje aty për aty, kjo ka një dallim, ka një hendek mes njërës edhe tjetrës. Dhe unë jam që këta qytetarë që po shprejnë pak knatësi e tjerë dhe që nuk do ta gjejnë, si thuash, përgjigjen adekuate tek qeverisja e Edi Rama, në fund të formojnë parti politike, pse jo dhe të garojnë për pushtet. Mos të votojnë Edi Ramën, të paraqesin alternativën e tyre në afat kohor dhe në fund të vinë me një alternativë ndryshe. Po nuk zhbëhet pushteti dhe nuk zhbëhet sistemi nga rruga. Jo vetëm tek ne, merrni protestat kundër Margaret Thatcherit, merrni protestat në 68-ën kundër De Gaullit, e gjithë Franca ishte në këmbë. Po merrni protestat e lekverdhëve në Francë kohëve të fundit. Asnjë s'ka kërkuar dorëheqjen ose s'ka dhënë dorëheqjen nga pushteti në Francë.
E kuptoni, kërkesa është legjitime, është e drejtë dhe pushtetarët e dëgjojnë, qeveria e dëgjon, mirë po të thua se hajde ik pasi ke fituar zgjedhjet se po vijun, nuk e di, këto nuk jemi dakord. Zoti Vislimi, padashur nuk është se po bëhem avokati tyre, po më lejo të ngulmoj pak edhe tek pjesëmarrja nga Kosova, sepse ju thoni që fakti që ju jeni shqiptar, jemi të gjithë shqiptar, jemi një në trojet tona, flasim një gjuhë, kemi një gjak, tani edhe keni të drejtën legjitime për të shprehur, sigur ju po shpreheni, për atë që po ndodh në Tiranë. Po pse pjesa tjetër, atyre që vinë nga Prishtina edhe nga Tetova, nuk kanë këtë të drejtë dhe pse ata duhet shikojnë me syrin se po vinë për të destabilizuar apo janë anti-shqiptar apo ka agjentura e në thet thash të tjera, kur edhe ata kanë të drejtë, ndoshta mendojnë që kryeministri i Shqipërisë në procese demokratike në Kosovë për çështje të caktuara në vitet e fundit, edhe ai ka dhënë mendimin e tij dhe ata pse mos e japin mendimin e tyre. Ashtu sikur tha edhe Enver Dugolli që shiko, ata ne nga vetvendosja nuk kemi shkuar të organizuar atje. Kanë shkuar secili ndoshta në mënyrë individuale. Pra, nuk po bëj avokatin e tyre, thjesht un po pyes. Jo, mirë që po pyesni, po do ta njihni realitetin e këtyre strukturave, që unë njoh jashtëzakonisht mirë. Dhe keni drejt për pyetjen që bëni, unë nuk kam kundërshtuar as edhe një herë në as edhe një shkrim timin, jo sot për kur, për pjesëmarrje apo për dhënie të mendimit nga Shkupi, Prishtina, Tetova e kudo tjetër, Presheva, Bujanovci e tjerë. Unë jam për bashkim kombëtar, kam pas prind të angazhuar dhe të burgosur politik për këtë çështje, dhe si mamon, si babajnë tim, aktivist të përhershëm të kombit shqiptar, dhe jo të shtetit të Kosovës, jo vetëm pra të shtetit të Kosovës, dhe në këtë aspekt nuk kemi asnjë kundërshti që kanë të drejtë shqiptarët e Kosovës të shprehin mendim e tjerë. Mirë po, kur bëhet kjo në formë spontane, qytetare dhe pa qenë të organizuar dhe të financuar, ne jemi shumë në rregull. Edhe unë po jap mendimin, edhe ata le të japin mendimin e tjerë. Dhe le të kemi përballje gjithëkombëtare, qoftë për qeverinë në Tiranë, qoftë për qeverinë në Prishtinë, apo edhe në Shkup. Dhe kjo duhet patjetër, sepse në fundit jemi qytetarë të gjithë të një kombi. Të një kombi dhe flasim të njëjtën gjuhë. Dhe askush nuk është më pak legjitim se tjetri për ta dhënë mendimin e vet. Mirë po, kur organizohesh me qëllime të caktuara dhe financohesh për të destabilizuar, se këtu jemi duke folur për destabilizim. Për publikun, mund ta themi edhe më thjesht, atë që po thoni ju, nëse unë nuk e kam gabim, që Albin Kurti ka organizuar, financuar për të destabilizuar Shqipërinë, për të rrëzuar Edi Rama. Kjo është Elbi. Po, edhe këtë e them me jo vetëm me bindje. Po kjo është argumentuar, sepse shumicën prej tyre unë i njoh. I njoh edhe personalisht. E kuptoni, që ta keni parasysh që nuk është duke folur dikush që nuk i njeh këtë struktura, apo nuk e di si funksionojnë, si mendojnë e tjerë. Këta njerëz janë të organizuar dhe ka një maskarallëk dhe një korrupsion në Kosovë i cili nuk është parë asnjëherë më parë dhe i cili ka vajtur në përgjepa të OJQ-ve dhe në forma të ndryshme për të financuar këta njerëz. Që paraqiten ndonjëherë si analist, që në fakt janë të joshur edhe të financuar nga apo gazetar nga Albin Kurti. Dhe këtë njerëzit që janë në Kosovë e dinë. Ju duket më e largët sepse distanca e bën të tillë që nga Tirana mund të duket se janë bërë gjëra spontane dhe ata kanë ndjenja të tilla kombëtare e tjerë dhe po bëjnë thjesht spontanisht po quhen nga Kosova. S'është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Ta njerëz e Enver Dugollit duhet i them zotëri ti e di fare mirë sepse i atje. Sepse të ka quar lideri yt. Ka quar dhe Jona Mihali. Dhe këtë e dim ne fare mirë këtë punë. Se qa po bëhet e qa po kurdisët. Nuk e kanë këta me Edi Ramën. Këta njerëz e kanë sepse janë anti-amerikan. Janë kundër demokracisë. Ku do të dalë Albin Kurti me këtë? Po, atë do ta zbuloj me kohën. Por që këta njerëz janë duke vepruar kundër shtetit shqiptar, jo kundër Edi Ramës. Janë duke vepruar kundër
shtetit shqiptar, pra qeverisë shqiptare, destabilizimit të shtetit shqiptar, i cili sot ka hapur negociatat prej kohësh, ka hapur kapitullin e fundit dhe pritet që të përmbyll këtë kapitull në 2027-2028. Është shtet i cili ka pas një zhvillim të jashtëzakonshëm këto vitet e fundit, pavarësisht se ky zhvillim ka krijuar frustrime, ka krijuar se çdo zhvillim në fakt krijon edhe emigracion, është normale, zhvillimet e shpejta krijojnë gjithmonë emigracion, ka krijuar edhe pabarazi, është e drejtë e popullit shqiptar që të kërkojë më shumë barazi ekonomike etj. Dhe këto janë legjitime, mirë po këta nuk e kanë aty problemin. Dhe kanë problemin sepse janë anti-amerikan, janë kundër sistemit demokratik, dhe këtë e ka shprehur më së miri Albin Kurti në Kosovë, i cili po bën haton duke u munduar që t'i kapë të gjitha institucionet dhe të gjitha pushtetet dhe për të eliminuar çdo kundërshtar të tij, duke u organizuar dhe financuar grupe të posaçme për sulmuar dhe krijuar përçarje në të gjitha format e mundshme. Dhe këto ne e dim fare mirë. Zoti Investimi, kam një pyetje të fundit. A mund të quhet anti-amerikan njëri që kritikon ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara në Iran? Kur edhe në Shtetet e Bashkuara, ju si politolog, por kemi një ndarje, polarizim të shoqërisë aty. Për të mos thënë që edhe njerëz shumë të afërt me Trumpin, JD Vance, ishte kundër ndërhyrjes atje. Pra, mundet që njëri që artikulon këtë retorik mund quhet anti-amerikan? Dëgjoni, opinioni personal nuk më prish punë fare mua, apo kujt do besoj për sa i përket personalisht dikujt. Në kuptimin që është kundër ndërhyrjes së Amerikës në filan vendin apo në filan tjetrin, apo ke ku e di unë opinion se edhe Rusia ka të drejtë në ndërhyrje në Ukrainë, po aq sa ka Amerika e gjëra të tilla. Çfarë do që t'jenë? Ne jemi duke folur për politikat shtetërore. E kuptoni? Jemi duke folur në nivelin e përgjegjësive të shtetit shqiptar, në përkufizimin se cilat duhet të jenë politikat ndërkombëtare që duhet të ndjek krahas aleatëve të saj shteti shqiptar për Shqipëria. E kuptoni? Kjo është një përgjegjësi jo vetëm politike, por edhe historike. Mu s'më bëhet vonë fare se çfarë mendon për shembull Dritan Goxhaj në lidhje me Iranin. Po prej atij momentit që ti del në publik dhe thret për të dorëhequr, për ta hequr qafe qeverinë dhe për ndryshuar sistemin, ti ke marrë një rol tani në nivelin e politikanit. Ta bëni me mend tani, ne t'i japim pushtetin këtyre njerëzve të cilët janë kundër aleatëve tonë. Nuk është opinion personal më. Nuk kemi më në një opinion që po jep për media thjesht si njeri që po mendon. E kupton, si analist. Je duke folur për të marrë pushtetin. Je vënë në statusin e atij që kërkon pushtet, kërkon rrëzim të pushtetit dhe kërkon ndryshim të sistemit. Prej këtij momenti unë jam kundërshtar yt. Analiza jote mund ta dëgjoj me kënaqësi apo pa kënaqësi, mund të jem kundër, mund të jem pro, nuk ka asnjë problem. Prej atij momenti që ti kërkon pushtet dhe kërkon ndryshim të sistemit, aty ke dalë si kundërshtar politik dhe nuk të japim ne shtetin shqiptar që ti të jesh pro Iranit apo të jesh pro Rusisë. Ke kaluar në një fazë tjetër. Dhe në këtë aspekt nuk ta lejoj. Si analist mund të thua çfarë dush. Si status të atij që kërkon pushtetin, prej statusit të atij që kërkon pushtetin, këtë më vjen keq, po unë jam kundërshtar yt më i madh. Sepse unë nuk do jem me Iranin dhe nuk do jem me Rusinë, dhe e di se cilët janë aleatët tonë, e di cili është vija jone domosdoshme si shqiptar për të mbajtur karshi BE-s, NATO-s edhe aleatëve tonë amerikanë. E kuptoni, nuk e di isha i qartë se ku është dallimi. Dhe Dritan Goxhaj apo kushdo tjetër
në opinionin e tyre personal, në paknatësien, në anti-amerikanizmin e tyre, në antidemokracien e tyre, në antikapitalizmin e tyre, në rregull janë, në kuptimin për mua le të mendojnë ç'a dojnë. Edhe Albin Kurti si njeri personal, si njeri privat, apo Enver Dugolli, apo ai tjetër Elvis Hoxha, apo di unë se kush, le të mendojnë ç'a duan. Prej atij momenti që kërkon pushtet, me këto mendime, më vjen keq, po jam kundërshtari yt më i madhi dhe do të luftoj sepse ti po prek drejt për drejt interesat e shtetit shqiptar, të Shqipërisë dhe të ardhmës së saj. Të lutem nga përgjigjja juaj më lindi dhe një pyetje, më lejoni që ta bëj zjata shumë, ju kërkoj ndjesë. Tani ajo që artikulohet është gjërësisht që artikulohet dhe ju që në këtë protesta shikoni dorë të huaj aty. Tani unë kam këtë pyetje. Ne para pak vitesh, 2-3 vitesh, 4, sa ka, ishim në një situatë ndoshta ndër më të mirë në Ballkan. 4 kryeministra shqiptar. Tani vim në situatën që rreshtimi është i tillë. Në njërin krah kemi Partinë Socialiste me liderin e saj Edi Rama, Ali Ahmeti edhe nuk mund ta them tani pozit apo opozit në Kosovë, por pakica. Po i referohem zgjedhjeve të fundit. Kurse në krahun tjetër është vetëvendosja, Partia Demokratike edhe pjesa që është në qeveri e Vlenit në Maqedoninë e Veriut. Tani ka më shumë shanse që këta dora e huaj nga jashtë të jetë populli te këto protesta, apo të jetë liderët që ne përfunduam në këtë situatë që jemi tani me këtë rreshtim, me këtë përplasje mes vëllezërve. Sepse edhe mbrëm, për të mbështetur këtë, kishim një reagim të Ali Ahmetit, edhe reagimi i Partisë Demokratike në Shqipëri ishte i fortë, duke akuzuar si të korruptuar. Pra që sipas tyre po mbështet qeverinë, pra të shkëputet heq dorë nga ajo që po ndodh Tiranë, po shikoj gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut e tjera që i rreshtonte Partia Demokratike. Pra kemi përfunduar në këtë situatë. Shikoni, nuk besoj se kemi përfunduar në këtë situatë, ne ishim në këtë situatë sepse ndajmë dy vizione të ndryshme të botës. Mund ta kujtoni kohën e Fatosnanos me Partinë Demokratike në Kosovë dhe LDK, në cila ishte pro Partisë Demokratike të Sali Berishës atë botë. Pra janë dy vizione të ndryshme të botës, dy vizione të ndryshme të kombit shqiptar. Dy vizione të ndryshme ideologjike edhe në kuptimin se nga do ecim në këtë pjesë apo në këtë pjesën tjetër. Dhe kjo po vazhdon, është një vazhdimsi. Sot në Kosovë kemi një fuqi neofashiste, sepse Albin Kurti, unë nuk e kam kuptuar asnjëherë pse quajnë të majt, është fashist në plot kuptimin e fjalës dhe atë i përdor jo vetëm metodat, por ka një qasje të tillë dhe e kam thënë nuk është hera e parë që po e them dhe argumentoj këtë deri në fund, po s'kemi kohë këtu. Dhe të gjithë këta njerëz të cilët e kanë një vizion të botës, nuk e duan progresin, nuk e duan zhvillimin, nuk e duan shoqërinë moderne, është e qartë për shumicën prej tyre, nuk e duan shoqërinë e hapur, është shumë e rëndësishme ta thuash, dhe nuk e duan kuptuat debatin apo mendimin ndryshe. Thotë duan kontroll mbi mendjet. Dhe kemi pjesën tjetër të kësaj Shqipërie, ku bëj edhe unë, që jam për një shoqëri të hapur, jam për një shoqëri moderne, jam për një shoqëri liberale, jam për një shoqëri, se nuk do ta diktojmë ne, po kapitaliste, po të kontrolluar në kuptimin që të ketë një barazi me gjitha të shoqërore gjitha këto, jam për meritokracien e tjere tjetë. Dhe tani, Ali Ahmeti, Edi Rama, Ramosh Haradinaj, pavarësisht dallimeve të tyre, apo Hashim Thaçi e tjerë, janë në këtë grup. Nga ana tjetër, e ke Albin Kurtin, i ke ata të Vlenit, ku e diun që në fakt apo në Shqipëri Partia Demokratike, megjithse Partia Demokratike është diçka tjetër, sido që tjetë, që mos ta cilësojmë deri në këtë mos, po i ke këta të cilët janë me një fjalë kundër kësaj Shqipërie e cila futët në integrimin, sepse mund t'i dëgjoni edhe deklaratat e tyre, do thonë ne jemi për të futur në be.
Nuk duan të futen në BE, nuk ju intereson integrimet euroatlantike, nuk ju interesojnë faktikisht marrëdhëniet me Amerikën. Po mirë zotni, po me kë do bësh marrëdhënie? Se këtu shtrohet pyetja, se ne nuk jemi superfuqi botërore. Nuk është se jemi të padijshëm. Nuk është se edhe ne nuk kemi ndonjëherë opinion ndryshe, po me kë? Se o bëre me Amerikën, o bëre me Rusinë. Nuk e ndërmjetës. Këta janë hegemonët, se quhen hegemonët në marrëdhënie ndërkombëtare sot për sot. O jenë në njërin pol, o jenë në tjetrin. Dhe lufta për hegemoni botërore që po zhvillohet, ti duhesh të kesh pozicion si popull shqiptar dhe si shtet shqiptar. Dhe këtu na ndojnë neve, po ndasit do të vazhdojnë. Do të vazhdojnë. Ajo puna e agjenturave të huaja, po më ka agjentura në të gjitha anët. Dhe ne ato agjentura shtyjnë, nxisin, financojnë, organizojnë opinion ndryshe. Gjë që faktikisht e bëjnë edhe nga krau tjetër. Jemi në këtë luftë, jemi në këtë betejë dhe pozicioni im është kundër këtyre njerëzve. Kudo që të jenë, janë në pushtet apo janë në opozitë. Po unë jam në këtë rast me Edi Ramën, sepse i përkas këtij vizioni të botës dhe i përkas këtij vizioni të Shqipërisë. E kuptoni ku qëndron. Prandaj e thash më herët që opinionet personale të njerëzve, private, nuk më shqetësojnë, sepse në fund të fundit të gjithë mund të kemi. E kemi biletë ndryshme ndonjëherë edhe nga ato që i paraqesin. Edhe Edi Rama, unë jam i bindur që her pas here apo Ramosh Haradinaj është i detyruar që të marrë një pozicion, sepse është në rangun e përgjegjësisë së tij si kryeministër, si politikan, dhe jo si njeri personal. Se unë që jam në politikë, ndonjëherë në aspektin personal do të isha më i ashpër apo më i butë, apo ku ta di unë sipas personalitetit që kam. Mirë, po unë po flas në rangun e përgjegjësisë që mbaj si person publik. Dhe unë i akuzoj këta njerëz dhe i kundërshtoj si persona kur marrin statusin e personit publik dhe kërkojnë pushtet. Nuk vjen në pushtet dhe nuk ta lejoj që të vish në pushtet me mendime të tilla. Si person, në kuptimin, mendo sa të duash, mund të flasësh, ke të drejtë në rrjetet sociale, në media etj. Si person publik, aty pastaj kemi probleme sepse nuk ta lejoj që Shqipërinë të marrësh me një fjalë që them më herët në politikë, të bësh vendimarrës me një kokë të tillë, apo me një mendësi të tillë, apo me një vizion të botës që ke. Zoti Bistimi, ishte kënaqësi që zhvilluam këtë bisedë, unë të falenderoj shumë për mendimet që ju ndat me publikun tonë. Ti jam mirënjohës shumë. Faleminderit shumë për juve dhe gjendemi shpejt sërish me siguri.